Gjykata e posaçme shpalli fajtore ish drejtoreshën e përgjithshme të institucionit Tirana Parking, Eglantina Zeren, për shkelje të barazisë në tendera dhe dënoi atë me 8 muaj burg. Po ashtu fajtor u shpallën edhe 4 zyrtarët e tjerë të Bashkisë Tiranë, Riviola Baxha, Enkelejda Qyta, Bruno Koçi dhe Kristo Zhulati, të cilët u dënuan me nga 6 muaj burg. Gjykata e posaçme nuk ka dhënë pezullim të dënimit me burg në shërbim prove dhe punë të detyruar në komunitet. Sipas akuzës, Eglantina Zeren, në cilësinë e titularit të autoritetit kontraktor Tirana Parking, institucion e varësisë të Bashkisë Tiranë, në bashkëpunim me të pandehurit Qyta, Koçi dhe Baxha, në cilësinë e antarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe antarin e njësisë së prokurimit Kristo Zhulati, kanë krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për bashkimin e operatorëve ekonomik fitues Vas Konstruksion SHPK dhe Roku Guest SHPK në procedurën e prokurimit me objekt rikonstruksion i sheshit të parkimit të Selman Stermasit, të zhvilluar në 1 tetor të 2019-s.